Liliana Shkjau, i sekretarja gjyqësore në gjykatën e Pukës, e cila u përfshi në skandalin e fundit të videos së fshet në Fix Fare, ka rrëfyer versionin e saj të ngjarjes ekskluzivisht në News 24. Shkjau ka hedhur poshtë akuzat për rishfet të ngritura duke thënë se filmimi është kryer në kërcënimin dhe dhunën fizike të personit që ka realizuar videon. Në ato momente, unë kam qenë duke shkruar në kompjuter, shteta si Palindoka, bashkë me një grup, ka ardhur dhe ka hyrë brenda në zyrë, duke përfituar që aty nuk ishte asnjë person tjetër, dhe më është drejtuar me fjalët, do bëhet si them unë. Unë isha e tensionuar, në presionin e tij, kam filluar të numëroj lekët. Kam numëruar 2-3 herë. Unë mendoja se ai kishte orën me vete. Pastaj, unë ju kam afru pak sa ofër këtij. Në ato momente, unë kam dalë dhe kam thënë ti ke përgjus. Ai në ato momente më ka marrë dhe më ka përplas, më ka shtytë dera. Më tha, për kishën e laçit, tha jo. Dhe kam pas dorën të fashume deri një javë sa. Më ka përplas të dera, në ato momente i ka zbrit shkallët i rritum poshtë. Në intervistë, Shkjau pranon se i ishte kërkuar prej Palindokës, autorit të videos, të bënte ndërmjetësimin me prorët e saj për ndryshimin e masës së sigurisë për të ndaluarit familjar të Ndokës, duke pohuar se për këtë, Palindoka e kishte kërcënuar me jetën e fëmijëve. Në momentin që ai më ka thënë të numëroja lekët, ai më përmend emrat e personave që kishte në burg. Ai kërkon të të bëja ndërmjetësin. Më ka bërë presion, 24 orë ke afat, ke një djalë. Nuk e kam me ty, tha, as me këta, unë e kam me ato tjerë, tha, maler. Që të thoshte, e kam me prokurorin, me ato që më kanë fut njerëzit në burg. Veç kësaj, i sekretarja mohon t'i ketë marrë paratë e ofruara nga shteta si Palindoka, duke thënë se paratë janë rikthyer këtij të fundit në moment. Por në video kjo nuk tregohet, pasi sipas saj, filmimi është i cunguar. Du fillimin dhe fundin e atij filmimi. Ka shkërkoj unë. Fundi dhe fillimi tregon kërcënimin që më ka bërë mua, dhe fundi tregon që si ai ka dalë për jashtë. Ndërkohë, punonjësia tjetër e shkarkuar në gjykatën e Pukës, kancelaria Meliha Kukaj, pretendon se nuk ka asnjë lidhje me ngjarje në fjalë, pasi sipas saj ajo ndodhej rastësisht në zyrën e sekretares, për shkak se gjykata ishte në rikonstruksion e sipër. Muhaj mohon t'i ketë numëruar paratë ndërsa jep të njëjtin version të ngjarjes, sikundër kolegja e saj. Ju i numëruat lekët? Jo, nuk kam numëruar lekët, vetëm thjesht i kam parë, për arsye se më tha çau dhe më duket se më ka thënë nuk mund ta kujtoj, shkruaj.